Pas plot 8 muajsh izolimi dhe pritjeje, ura e Milotit në aksin e vjetër Lezhë-Laç u riha për qarkullimin e automjeteve këtë të premte me 20 mars. Ndërhyrja në këmbët e saj u konsiderua e domosdoshme për shkak të rrezikut, por ajo që qytetarët gjetën pas rihapjes nuk i ngjan një investimi të përfunduar siç duket. Në vend të një rruge të sigurt dhe funksionale, drejtuesit e mjeteve përballen me trase të dëmtuara, të mbushura me gunga, që jo vetëm e vështirëson qarkullimin, por rrezikon seriozisht dëmtimin e automjeteve. Për shumë prej tyre, kjo situatë është zgënjuese dhe e papranueshme, sidomos pas një periudhe kaq të gjatë bllokimi që ndikoi drejt për drejt në jetën dhe lëvizjen e përditshme. Se çfarë është poshtë nuk i diet, po lart është cop. Si domethënë na kanë dukur tash 3 muaj dhe asnjë gjë prap, pak të shtrohet dhe lart, si çu të përfunduar. Mirë, ja bon se hapën, po se përfunduan deri në fund. Ta kishin çu deri në fund, masi u bën 8 muaj bllokuar tash. Ta kishin bërë deri në fund do të ishte më mirë. Pa gunga, e njëjta gjë është, sikur s'ka gjë herën e parë. Rihapja urës së Milotit, që duhet të ishte një lehtësim për qarkullimin, duket se po kthehet në një burim të ri shqetësimi, duke ngritur pikpyetje mbi cilësinë e punimeve dhe përgjegjësinë për një investim që sipas qytetarëve mbetet larg standardeve të duhura.